Dikur ju e dini që na kërcënonin bondat, sot rendi dhe ligji janë në duart e sigurta të policisë e të ushtrisë sonë. Në veriun e Republikës sonë, rendi dhe ligji nuk janë mysafir të rrallë, po janë zot shtëpie. Nuk ka më të ashtu quajtura mbrojtje civile e brigadat të veriut, ka polici të Kosovës. Ata mund të bëjnë, qysh po bëjnë, postime nga kraleva e Serbisë, dhe vërtet është për të ardhur këtë që fqinji ynë verior i mbron, i strehon dhe i financon këta terrorist, ndër të cilët spikat Milan Radojčić, krye kriminali i sulmit terrorist në Banjsk. Sidoqoftë, me apo pa mbrojtjen e Serbisë, ata në Kosovë janë arrestuar e asgjësuar. Në Banjsk, policia e Kosovës sekuestroi nga terroristët 165 armë dhe sistem armësh, si dhe 63.083 municione, ku përfshihen granata, mina, eksploziv dhe predha. Përveç këtyre, në vitet 2021-2026, në verit Kosovës, policia jonë ka kapur 611 armë të tjera dhe 17.765 municione. Pra, po ti mbledhësh këto, del se arsenalet e kapura kanë qenë të mjaftueshme për shumë qindra terrorist që do të kishin armatim dhe municione të bollshme për të bërë trazira e destabilitet në Kosovë.